Aksident me fatalitet në Doberdalan të Suharekës. Një 58 vjeçar ka vdekur derisa bashkëshortja e tij ka pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e një aksidenti në fshatin Doberdalan të Suharekës. Në aksident ishin të përfshirë një automjet dhe një kamion. Lidhje me ngjarjen e rëndë ka dhënë zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Bytyqi tha se e lënduara është dërguar për trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit. Sot me datë 12 nëntor 2025, rreth orës 11:25 në fshatin Doberdalan në magjistralen që lidh Suharekën me Rahovecin është raportuar për një aksident trafiku ku kanë qenë të përfshirë një automjet dhe një kamion. Si pasojë e këtij aksidenti, drejtuesi i automjetit mashkull 58 vjeçar fatkeqësisht ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa bashkëshortja e tij, e cila ishte pasagjere në automjet, ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit. Menjëherë pas raportimit të rastit në vendngjarje kanë dalë njësitë policore përkatëse, të cilat kanë siguruar perimetrin, kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore dhe janë duke punuar për të sqaruar të gjitha rrethanat që kanë çuar deri te ndodhja e aksidentit. Policia e Kosovës apelon të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat e komunikacionit me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ruajtjes së jetës së qytetarëve, tha zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.